Ju përshëndesim, është këndi gatimit pjesa e parë, mirë se erdhët të gjithë për të mësuar recetën që zonja Vjosa ka menduar për anvisat, veçanërisht për anvisat që do të gatuajnë ndonjë ëmbëlsirë, meqense edhe fundjavë, por edhe fundjavë pashkësh, si thuash. Anvisat do gatuajnë bukën e pashkëve, që zakonisht bëhet në formën e një kurore, ose gërsheti, ose mund të japim trajta dhe forma nga më të ndryshmet, duke i imituar shporta të vogla, duke vendosur aty një konserv, kajsie, ose pjeshke nëse është e madhe, do ta rregullojmë që duket si e verda vezës, e tjerë format janë nga më të ndryshme, por ne do të bëjmë një bukë kuror familjare, ku do ta vendosim në këtë tepsi kaq elegante dhe kaq të bukur. Po ke edhe mjetet e duhura, se këtë doja të prekja për anvisat. Po. Ke të ecën dhe puna më mirë, edhe ëmbëlsirat, gatimet, çdo gatim në fakt dhe më mirë, dhe ku i kemi marrë ne të gjitha këto? Ju drejtuam aty ku ka oferta. Ku gjejmë enët e kuzhinës, porcelanit, elektroshtëpiake, të gjitha. Ishim në GoTech Electronics. Kur kaq elegante, kur ne do të vendosim bukën në fund fare. Aty mund të vendosësh gjithçka, mbasi të mbaroj festa, këtu mund të vendosim. Është një pjatë që mund të mbaj 3 portokalla ose 3 fruta, po ama mund të mbaj dhe koshin me fruta. Prandaj e zgjodhi. Shumë elegante, shumë e bukur, ka përdorim të gjerë. Kjo tavë që nuk ngjit dhe është shumë e mirë, jo vetëm për bukën që do të bëjmë ne sot, që do të japi trajtën e një kurore dhe mund të vendosim vezët brenda, por mund të bëjmë dhe kek. Të çfarë doshëm? Ato tartat që ne ke si qoftë të kripra, qoftë ëmbla. Dhe mbi gjitha kemi marrë këtë mikser me shumë funksione, ku ka elemente të tjera që ne mund të rrahim vezët, dy kështu metalike, pajisje, po, ama ka dhe këtë që luan rolin e brumatriçës shkëlqyshëm. Duke filluar, duke i trazuar të gjithë elementet që unë do të hedh këtu, shkëlqyshëm, e trash brumin, derisa mund të japim dorën e fundit fare vetëm me pak mirë. Shumë pas keni marrë, do thonë anvisat, po ishin me ofertë, ndaj kemi marrë dhe shumë të tjera. Pikërisht për këtë. Atëherë, përbërësit për të realizuar një bukë ose shumë mini bukat vogla janë 500 gram, më falni, mililitër qumësh. E hedhim pra në një tas. Mirë është që qumëshi të jetë çiki vakur. Do të hedhim maja pluhur, një pako, duke i thënë ingredientët dhe duke i hedhur këtu që... Patjetër, po. Edhe gramaturën dhe veprimin. Atëherë, i trazojmë me mikserin. Hajta gëzojmë, si i thonë, motorimin e parë. E po për pashkë gëzojmë fëmijët. Është mirë që të gëzojmë në shtëpi një objekt të ri për pashkë, një pajisje elektroshtëpiake, çfarë na mungon? Atëherë fillon majaja të shkri, por edhe pse ka një çik sipër, nuk ka problem. Unë këtu kam hedhur 200 gram sheqer, për arsye se mendova nëse kam kohë të bëj ca gjëra të tjera. Do të hedh gjysmën e sheqerit, pra 100 gram sheqer, dhe do të vazhdoj trazimin. Pra kemi hedhur qumshin, majan, sheqerin deri në këtë moment. Pas sheqerit do të hedh kripën. Kripa. Kur kemi plur pjekës, e hedhim direkt tek mielli. E pushoj dorën këtu dhe do të marrim një tas ku unë dua 1 kile miell. Mund të marrësh ke stenda dhe këtë e lëm për të... Le të marrë dhe një tas? Jo. Më merr një pako miell. Do të hedhim këtu brenda. E hedhim të gjithë sasin. Dhe 2 kokra vezë aiba, dhe vezët që kemi zjerë me ngjyra dhe... Ja, kemi krijuar komplet një atmosferë të bukur pashkësh, me vezët i shpjeguam se si i ngjyrosëm. Direkt guxova për arsye se e shikoni që janë shumë të freskëta. E hapim mielin, e hedhim në një tas. Ndoshta më duhet një tas si më i madh, po s'ka problem. E hedhim mirë këtu. Okej. Bashkë me mielin do të trazojmë dhe lëkurën e një limoni, por do të keni kujdes, duhet ta lajmë mirë limonin, për arsye se ke limoni dhe ke portokalli, mund të kenë shumë mikroorganizme, shumë mikrobe, e lajmë dhe porave, e lajmë mirë me ujë të ngrohtë, e thajmë dhe pastaj e grim. Tani i trazojmë dhe vezët këtu.
dhe gradualisht do të më edhësh miell në tasin tim. Tani do të formojmë atë brumin? Po, formohet brumi. Dhe kur tjetë pak më i butë brumi, ne do të hedhim edhe gjalpi. Pa marrë brumi trajtën e fortë. Është ende i butë, do akoma mirë. Po, pa tjetër. Ma dje kjo masë që kemi ne këtu mund të doj 1 kilo dhe 1 qik. Prandaj kam vendosur aty. E hedhim dhe atë dhe mjafton njerë. Ja. Nëse ne do të kishim një kek, përzierja përfundojë, për pak kohë, pa u bërë fare pisë, ky aparat, pra, ky mikser, e bëri komplet brumin për kek. Ja. Nëse ne do të kishim një kek, brumi është fiks në këtë moment. Unë tani do të shtoj këtu gjalp. Një lugë e mbushur kaq plot, po thuaj se është gati ke 50 gramshi, ne kemi 150 gram, dhe mendoj që kaq është mjaftueshëm. Shiko se i përfundojmë në gjalpin, Për pak ditë, gatimet tona janë të shijshme dhe kanë sukses pikërisht nga vaji dhe gjalpi që ne përdorim. E lëm këtë dugën kështu njerë, Tani e trazojmë duke vazhduar përsëri dhe duke hedhur miell. Okej, edhim dhe pak miell, ndërkohë vazhdojmë përzierjen zonja Vjollca. Do të bëjmë një shkëputje sepse kur të rikthehemi, jo vetëm do përfundojmë sigurisht këtë recetë të bukës së pashkve, por do t'ju japim edhe disa këshilla të tjera, publicitet fillimisht. Miq se erdhët, ne po vazhdojmë punën e përgatitjes së brumit, por si gjithmonë, përderisa ne e përdorëm, atë po diskutojmë në zonjën Vjollca, Maja. Atëherë e bëm brumin dhe e mbuloj me një picet, e lëm që të na vi kështu siç unë kam marrë masat dhe kam bërë një brum më parë. Ky lloj brumi për bukën e pashkëve duhet të vi 2 herë. Do ta lëm aty derisa të rrisi volumin, të rritet volumi, po. Kur vjen herën e parë do ta punojmë apo? Po, e punojmë përsëri. Tani e vendosim në tavën ku do ta pjekim, dhe më pas e lëm përsëri që të vi. Pastaj do ta vendosim në, ja, shikon, si ka ardhur ky brum? Brumin që bëra unë çik më parë, e kam bërë që në mëngjes. Ja. I ke marrë masat që herët, sepse atëherë minutash do të bëj gati këtu. Do ta bëjmë në formën e një gërsheti me 3 gërsheta, por me 2 në formën e një. Atëherë unë këtu po e lë këtë më një. Po, e lë më një. Ja, duket që brumi ka ardhur, për arsye se është bërë vrima, siç e shikoni. Dhe tani fillojmë dhe kompozojmë diçka. E heqim një çik brum, se dua të bëj dhe një model tjetër që ndoshta anvisave do të pëlqej. E mbulojmë një picet tjetër këtë. Sepse nuk duhet që të fahet. Po, tani do ta bëjmë brumin në 2 si rolej të gjata. Ja. Bëjmë edhe një tjetër këtu. E heqim dhe këtu pak brum. Do të jenë në të njëjtën gjatësi dhe sigurisht që do të jenë bashkë, pse do të bashkohen. Pastaj do ta bëjmë kështu në formën e një dredaniku. Që të mbulojmë sipërfaqen. Do ta lyejmë me vezë. Ose nuk e lyejmë me vezë një herë, e lëm ashtu siç është, e mbulojmë përsëri. E lëm që të vi prap 20 minuta. Të brumin. Unë nuk do ta bëj këtë punë, për arsye se s'kam kohë, do ta vendos në furrë për një herë. Por nëse do të ndiqni këtë rrugë që po them unë, atëherë brumi do të fryhet, do të dyfishohet akoma më shumë. Se ky është qëllimi tjetër më. Tani e mbajmë këtu dhe e spërdredhim. Okej, njëra me tjetrën dhe e vendosim në tavë. Po.
Marim Neve tavën. tani, me qënë se i kemi përdorur si për herë të parë, sefte, thënë ndryshe, pajisjet që kemi marrë në GoTech Electronics, kemi qënë aty, zonja Vjolca, kemi parë nga afër ofertat që vinë, jo vetëm në dyqanet këtu në Tiranë, por edhe në të gjitha qytetet e Shqipërisë, nda do doja që edhe anvisat të njieshin më nga afër me ofertat që sjellë, sidomos tani për sezonin për këtë fundjavë Pashkësh GoTech Electronics, jo vetëm për pajisjet që ne sa po ju tham, por edhe pajisjet të tjera, televizor, lavatrice, frigorifer, në kuzhine, në porcelani, laptop, celular, gjitha ishin me ofertë. Ndaj, nuk të doja që dhe anvisat t'ju shpëton të kjo ofertë edhe kjo mundësi e mirë për kuzhinën e tyre. Tani, ne përfundojmë bukën e pashkëve, po mirë është, keni në tabel. Thashë mirë është ta lëm këtë të mbuluar të vi, do ngrihet mbi nivelin e tavës. E lyej me një qik vezë. Kjo është shumë e rëndësishme në fakt lyerja, kam përshtypjen se ajo ngjyra që merr në fund e kuqeremt e ka nga veza. Shumë e bukur, po sigurisht. Ato ja jep vetëm veza. E vendosim në furn, temperaturën kemi thënë brumrat, temperaturën 200 gradë për 25-30 minuta. Bravo, ne mbyllëm e përfunduam bukën e pashkëve. Miqtë dashur, mirë se vini në program, është pjesa e dytë e këndit të gatimit. Ne vazhdojmë të qëndrojmë në tabelën tonë me bukën e pashkëve, sepse ajo është dhe pjesa kryesore. Zonja Vjolca do të na zbuloj pjekjen, sigurisht, dhe do ta shoqërojmë këtë gatim, le të themi, me një recetë tjetër. Një sallatë dekorative, festive, që është thjesht një sallatë kapreze, ose më mirë të themi një sallatë me domate qershi, me mozzarella të vogla dhe me rukola. Me një jeshillik çfarë të dëshironi ju, duke bërë një imitim, duke shtruar një shtresë jeshile. Ja e fillojmë punën. Marrim kryesisht vetëm majat. Ja, majat. E kam larë tavolinën duket gjithçka është sepse kishim brumrat e përgatitjes bukës. Po. Do të marr vetëm gjethet, do t'i shtroj komplet në një sfond, në një pjatancë, jo pjatë të thellë. Ja, vetëm gjethet. Sa më shumë. Pastaj e lëm sallatën ashtu, para se sallatën po e vë këtu në qendër se kush e takon pasaj tregjizorën. Që më punon, që më bërtat mua, jo Linda. Me një qëllim të caktuar, që të shojnë gjitha anvisat, mos shojnë vetëm ne këtu stafi, se ne këtu i shojmë, i shijojmë, po anvisat i shojnë më me detaje. Ku më ikën? Po unë në kuzhinën time në shtëpi nuk kam kamera, kështu që punoj rahat njëra ndej njërë këtej. Kështu që atëherë shtrojmë një shtresë me barë. Në rastin tonë, rukola, salat valeriane, çfarë të doni ju, edhe çfarë shijoni ju, po nuk keni nga këto marull, nga jo salata e vendit, shumë e mirë, po gjithmonë e presim në copza të vogla me dorë, mund të më ndihmosh shikni. E rëndësishme është të kombinimi këtyre ngjyrave që është e bardha e kuqe. Do të imitojmë, do të vëmë kërpudha. Kërpudha që do t'i hamë, pa i gatuar fare, duke bërë si një trung, si një truk vendosim një mozzarella. Mbi mozzarellën, si do të veprojmë, do të presim pak domate në këtë formë dhe nuk do t'a gryejmë komplet, vetëm një qik fare këtu. Fare pak, vetëm sa të rregullojmë atë sfondin, dhe ja i vendosim një kapuç dhe përfytyrojmë sikur kemi një kërpudhë. Sa interesante kombinimi? Po. I presim pak fare fundet. Ja, kështu, përsëri. I vëm dhe kësaj një kapuç. Si fillon e merr formë sallata. Gjithmonë më pëlqejnë këto gatimet, këto përgatitjet që kanë kështu fantazi. Sigurisht që këtu ne mund të marrim edhe djalin apo vajzën e vogël dhe të mësojmë që herë tjetër ajo të ndihmojë dhe të kontribuojë në një ditë festive së bashku me familjen. Këtu. Vendosim dhe një tjetër këtu dhe me çfarë do ta marinojmë këtë sallatën? Thjesht fare bajulliri altis, pak aceto balsamike. Edhe shumë e shëndetshme. Dhe një qik krip, dhe asgjë. Gjëra që ne i kemi dhe në shtëpi. Ja. I ngroh tryeza, kur tryeza shtrohet,
Sa herë kemi bëjmë në salat të tillë në shtëpi? Me 10 herë. Mirë po, kur japim një formë, kur japim, ose respektojmë ditën, më mirë të themi respektojmë ditën festive, si që janë Pashkët, atëhere mezi presin familjarët që të vinë në shtëpi dhe të mblidhet e tavolina plot, me krye familjarët, në rastin tim me nipa me mbesa. Ato e bëjnë dhe më të bukur akoma atmosferën. Ato e zbukurojnë vetë, nuk ka nevojë fare për sallata, por, ja. E mendova një si ide, ndoshta ju e dini, po, për ndonjë voglushe që do të ndihmoj mamin dhe babin. Shumë të bukura. Kërpudhat. Dhe tani do të zbulojmë atë surprizën e shiko se kam vënë një 2 gjëra të vogla në furrën. I vura po thashë nuk do të ndaj, thash i ka vënë kështu. Jo, ma se kemi marrë 2 tava atje ke Gotegu. Kemi marrë një 4 ore që kemi marrë, por ne nuk ju thamë visave që duhet të nxitojnë. Jo vetëm visat, gjithë ato që na ndjekin deri në 2 maj janë ofertat. Të gjithë materialin që ndoqëm në pjesën e parë. Gjitha ofertat që Gotek ka sjell, ja dhe këtë tavën që po e nxjerr unë tani, aty e kemi marrë. S'ka nevojë fare të flasim. Ku ta vendos këtë? Ma jep atë drasën tjetër. Ja, vendose këtu na. Se këto hahen i ke. Patjetër që hahen. Këto mozzarellat nuk hidhen. Çfarë është në mes? Vez. Ajo është komposto pjeshke, se mua më mbeti me rak. Si vez. Po, që nuk arritas pa ta kohë që ta demonstroja. Jo, këtë lere, se këtë më teproj. A më themeri të gjitha. Po këtë tasin? Se ne sjellim shumë gatime këtu në këndin tonë. Tani, salatën, vetëm do ta marinojmë me thash vaj ulliri, alpis. Aceto balsamike dhe me krip. Dhe krip. Por, gjatë kohës që ta konsumojmë. I heqim edhe këto. Ja, një sekund. Ja, të heqim edhe këto 2 domatet këtu. E ullim në qëtë dorë. Tani, bëm bukën. Të zbulojmë pak bukën tani se është... Surprizë! Shiko sa është fryrë buka. Po, dhe pse unë nuk pata mundësi që ta lë bukën që të fryhet shumë. Dhe suksesi tavës ishte, ne nuk bëm fare letër. Suksesin e tavës, më lërë ta themë. Ja, si është suksesi tavës, është shumë e vetë këtu. I kemi pajisje të reja që kemi marrë te Gotek edhe... Suksesi tavës është i kemi qef. Që ne mjafton që ta vem dorën këtu, ta kapim mirë, dhe opalace. Ja. Shiko buka, duke që është pjekur mirë. Shiko si është pjekur, shiko si u kthye, dhe këtu nuk ka mbetur absolutisht asgjë. Dhe ne nuk kemi shtruar absolutisht as letër kuzhine dhe asgjë tjetër. Dhe tani do ta vendosim në këtë pjatën elegante, që përsëri e kemi marrë tek Goteku. Ja. Ja, dhe buka e vendosim këtu. Një mrekulli të 2 gatimet. Dhe që bëjmë këtu brënda, do t'i heqim vezët që këtej ku i kemi vendosur, dhe prandaj unë edhe kam thënë që duen lyer me bojë ushqimore, apo me bojra të... Pa, dhe ne këtë rrugë zgjodhëm, se në ndoqën visat, kishte madje edhe nga ato që kërkonin recetën e ngjyrosjes natyrale të vezëve. Po, ja, mund t'i vendosin vezët edhe këtu, a? Por, duke u fryrë, unë mendoj që mund të na... Mund t'i mbulojë. Ja, jo veza që ne vendosëm me gjethe majdanozit. Gjethen e majdanozit, Në lakër, këto vjollca, kjo ngjyrë e bukur ngjyrë vjollce, që se ke dhe emrin, ishte me atë lakrën, me lakrën e kuqe. Po, me lakrën e kuqe. Me zjerën e saj përftohet kjo ngjyrë. Ja, dhe vezët. Si thoni mirë? Shumë bukur. Shumë këndshëm, shumë bukur. Ne realizuam në një kohë televizive, visat që kanë kohën e mjaftueshme në shtëpinë e tyre mund ta sajojnë kaq bukur dhe ato të dekoruar në tryezë. Por s'kemi mbaruar dhe unë thash që me brumin që përgatitëm mund t'japim forma nga më të ndryshmet. Atëherë që bëra? Bëra një pet me një trashësi 5 mm. E shpova me pirun dhe vendosa aty një pjatë përbys. Më pas bëra përsëri 2 rypa me brum, i spërdrodha siç spërdrodha pjesën e bukës dhe brënda një qik salskosi, me një vezë, me një qik sheqer. I trazova së bashku dhe bëra këto bukët individuale,
Do t'i vendosë një pjatë të zezë. Edhe këto njërën e ke bërë si gëshet, po mund të marrësh edhe një pjatë zezë, një pjatë bardhë, shkojnë ato. Letrën? Ja, ke kjo pjatë. Po, të dyja. Ja. Dhe pastaj, nëse do të kishim komposto kajsie, do ishte më mirë se janë më të vogla, dhe del kjo pjesa si e verdha vezës, del shumë bukur. Po pra edhe unë me ato nga trova. Ja, po. Atere, e mbushim me salcë, me salcën që kemi vetëm salcë kosi, sheqer, një kokër vezë, se nuk është sasi e madhe, dhe mund t'i hidhni dhe pak gjalp, vitam mund mos t'i hidhni, si pas gjalp ka buka, komplet, gjalpin vitame kemi edhe brënda në brumu, përvëllova, dhe e mbushim këtë pjesën. Edhe mund t'a lësh këto se... Mbasi, kam hava duket mirë. Shumë mirë. Mbasi mbushim, e vendosim atë kompostën e kajsis, mund të zgjatemi akoma, mund të lyej me gjel kajsie, unë nuk kam lyer asgjë, vetëm kam lyer bukën, anash me të verdhën e vezës. Dhe merr dhe këtë ngjyrën e bukur, po ajca dhe buka e madhe e pashme, për të cilën do t'i lexoj edhe një herë përbërësit, sepse kam përshtypjen se ndoshta disa nga visat që hapin në këtë moment e ekranin dëshirojnë që t'i shënojnë dhe t'a gatuajnë. Buka e pashkëve, 500 ml qumësh do të përzjeni, një pako maja pluhur, 100 gram sheqer, 1 lugë çaj krip, 2 kokra vezë, 1 kg miell, lëkura e 1 limoni, 150 gram gjalp, 1 e verdhë veze për lyerje kur e keni përfunduar, le të themi, brumin, e keni vendosur në tavë dhe me lyerjen e të verdhës së vezës ju jepni edhe shkëlqim, po edhe ngjyrë të bukur. Ishim ke lëkura e limonit, sa tani kujtova. Në një nga ambisat, ndoshta si pëlqen me lëkurë limoni, këtu është momenti që mund të aromatizojnë bukën me çfarë të dëshirojnë. Me sheqer vanilje, me portokall, me çfarë të dëshirojnë. Nuk është kusht, moj, vetëm lëkurë limoni, siç na thot kjo zonja Vjolca. Dhe gjithmonë, para se ta nxirrni bukën, do të bëni atë provën, që do të vendosni një stikadent, një shkop kuzhine. Dhe do të shikoni që këtu nuk në gjithë absolutisht. Ama sa mirë është pjekur, zonja Vjolca? Asnjë gjë. Është pjekur shumë mirë, sepse tava ishte si me burma nga brenda, jo kështu e lëmuar. Dhe teknologjia tani, unë nuk flas dot për këtë punë se qysh se tek, po është një tavë plot. Në mënyrë profesionale. Ne shohim rezultatin final të... Përderisa dhe kishte pjekur në një ngjyrë vërtet të artë të erë. Faleminderit gotej. Faleminderit dhe ty zonja Vjolca që frymëzohesh nga çdo gjë e vogël për të sjellë gjëra kaq të bukura, kaq të mëdha në tryezë. Se po spate këto mjete, që të trazosh brumin mirë me atë pjesën e brumatriçes e tjerë, e po spate, atëherë ndonjëherë të ikën mundi dhe kot. Është e vërtet. I fape mbyllim gatimin për ditën e sotme, shpresoj që t'ju kemi frymëzuar sadopak që edhe ju t'i gatuani në familjet tuaja, sigurisht në balkanweb.com dhe t'u keni mundësi t'i lexoni recetat që zonja Vjolca sjell çdo ditë në Vila 24, janë me gramaturën përkatëse dhe me shpjegimin përkatës. Ne ju falenderojmë shumë që keni qëndruar në këtë hapësirë, do të takojmë në pjesën e tretë me Vila 24. Zonja Vjolca, të falenderoj. Fundjavë të bukur. Faleminderit, mirupafshim.